për në Hag, si ka qenë për ju stafin, si ishte përshëndetja e tij, si ishte reagimi kur e kuptoi se duhet patjetër të shkoj dhe themi ta vuaj këtë çmimin e lirisë edhe një herë. Po i nderuar, kështu domethënë për mua është një moment i skalitur në mendje çdo lëvizje, çdo gjë që është bërë ditë dhe në fakt unë kam një fotografi me zotin tha që në momentin para se të nisej drejt Euleksit, faktikisht unë jam më i pikëlluar dhe ai është më i qeshur. Domethënë, pikëllimi vret në sytë e mi, ndërka që ai domethënë nuk e jep vetveten edhe siç ka buzëqesh në çdo fotografi me çdo që është fotografuar, është ka qeshur edhe adet në një. Në dy ka qenë një njëjta klim natyrore. Domethënë, thua se është ditë e njëjtë, kështu ka qenë. As ka pas shi, as ka pas diell, por një ditë e vrerët. Ka qenë një ditë identike ka temperatura. Tjetra, gjatë asaj kohe, më të vërtet, tha që ka qenë tamam në atë garderobën e njeriu që ka qenë shumë i kujdesshëm për dukjen e tij, ka qenë në rroba tamam zyrtarit lart, edhe thjesht nuk ke mund ta lexosh në fizionominë e tij, domethënë në si quhet miset, në tiparet e fytyrës së tij s'ke mund ta lexosh as ndonjë, si më thon, dëshpërimin, as goditjen, as fillimin e një kapitulli të jetës së tij. Kjo është domethënë madhështia e tij, sepse ai njeri e ka, do thotë, fuqinë edhe shpirtërore, edhe intelektuale, edhe mendore, edhe kombëtare, të integruar brenda vetës çaq mirë sa janë në harmoni dhe kur nuk e ka dhënë një njeri që është molisër. Tjetra, a ditë ka dalë në konferencë me një, si them, sepse është njerëzore, është biologjike, është anatomike të njeriu, kur ta kish secilin rënë edhe ngjyra e zërit, sepse zëri është i lidhur me gjendjen emocionale. Ai zëri i tij ka qenë zëri i përhershëm, mesazhi i tij ka qenë mesazh paqësor. Ai, pavarësisht nga fakti që ka gëzuar imunitetin e tij të lartë të presidenti, ai vetë do të thotë ka pranuar që të dorëzohet dhe të mos krijohen asnjë skema, gjëja që për shembull aty që mund të zbatojë një polici e Euleksit ose e ndihmuar nga Kosova e tjerë. Hashim tha që thjesht ka luajtur rolin e burrshtetasit dhe një njeriu që thjesht e përballon sfidën. Nuk kishte zbej, nuk kishte asnjë zhgënjim, themi kështu, asnjë mbaj fort, edhe tha atë ditë ashtu që unë po shkoj, domethënë po ju tham lam të mirë, po miropafshim, sepse më të vërtet filloi një si them një kapitull i ri. Është një fatkeqësi se arrestimi i tij ndodhi në kohën e Covidit. Dhe ditët e para të burgosjes të jesh, domethënë, ishtë privuar nga vizita e familjes e ngushtë, nga vizita e djalit, e gruas, e vëllezërve, është ndëshkim i madh. Dhe Haga në mënyrë mjeshtërore e ka shfrytzuar një rast të tillë. Gjëja jemi në masat Covidit edhe thjesht deri në muajin tetor nuk ka pas vizitë. Unë kam qenë ndër njerëz